Pas videoskandalit seksual ku përfshi kryebashkiaku i Dibrës Shukri Xhelili, ky i fundit rrezikon nga 12 në 18 vite burg, pasi ndaj tij rëndojnë tashmë 3 akuza. Referuar komunikatos zyrtare të policisë Dibër, ndaj tij janë ngritur akuzat për marrëdhënie seksuale, shpërdorim detyre dhe korrupsion. Akuza e parë është ajo për marrëdhënie seksuale duke shpërdoruar detyrën dhe sipas nenin 105 të Kodit Penal, ai rrezikon 3 vite burg. Por kjo akuzë është referuar sipas nenit 22 të Kodit Penal, pra e mbetur në tentativë si një vepër e ndërprerë apo e papërfunduar e pandikuar nga vullneti i personit në hetim. Akuza tjetër është ajo shpërdorimi të detyrës, ku sipas nenit 248 të Kodit Penal, kryerja ose moskryeja me dashje e veprimeve, a e mosveprimeve në kundërshtim me ligjin, që përbën mos përmbushje të rregullt të detyrës nga personi që ushtron funksione publike, kur i kanë sjell atij ose personave të tjerë përfitime materiale ose jo materiale të padrejta, a kanë dëmtuar interesat e lishme të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë juridik, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet në burgim deri në 7 vite. Ndërsa akuza e tretë ndaj ish kryebashkiakut të Peshkopis është ajo e korrupsionit pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Kërkimi ose marrja drejt për drejt ose tërthorazi i çdo lloji përfitimi të parregullt ose një premtimi të tillë për vete ose për persona të tjerë, ose pranimi një oferte a premtimi që vjen nga përfitimi i parregullt nga personi që ushtron funksione publike për të kryer ose mos kryer një veprim që lidhet me detyrën e funksionin e tij, dënohet në burgim nga 2 deri në 8 vite. Me këto 3 akuza, Xhelili rrezikon nga 12 në 18 vite burg nëse do të jepet një dënim maksimal, por mbetet për tu parë se si do të shkojë procesi gjyqësor ndaj tij dhe nëse do të ketë apo jo pranim fajësie.